Te kalimi I lejes së ndërtimit në dy kate në këtë pallat pranë QSOT-s në Tiranë, u kushtoi burg ndërtuesve dhe ngre dyshime të forta për mosveprim nga inspektoriatet, që kanë për detyrë evidentimin dhe ndalimin e shkeljes. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për ndërtuesin Mirësim Jella, Adriatik Shtëmbari, Fiqeri Lika dhe Ferdinand Shtëmbari. Të gjithë do të përballen me drejtësim për akuzën e dyshimit të ndërtimit të paligjshëm. Nga hetimi rezulton se këta shtetas kanë tejkaluar parametrat e lejes së ndërtimit dhe kanë kryer punime jashtë kushteve të miratuara në projektin përkatës. Po ashtu ata dyshohet se kanë ushtruar aktivitet në kundërshtim me legjislacionin në fuqi duke realizuar shitje në mënyrë informale me qëllim shmangjen e detyrimeve fiskale. Nga analiza e rrethanave të faktit dhe kozgjatjes së aktivitetit ndërtimor, rezulton se objekti në fjalë është ndërtuar përgjatë një periudhe disa vjeçare, gjatë së cilës punimet në kundërshtim me lejen e ndërtimit kanë qenë të vazhdueshme dhe të dukshme në terren. Megjithatë, nuk rezulton të jenë marrë masa administrative apo ndëshkuese nga strukturat përgjegjëse sikurse janë IMT-ja dhe IKMT-ja. Në këto kushte krijohet dyshimi I arsyeshëm se punonjës apo funksionar të strukturave të inspektimit të territorit, të cilët kanë pasur detyrim ligjor për të kontrolluar, nuk kanë vepruar në përputhje me ligjin. Nga dokumentacioni tekniko-ligjor, rezulton se leja e ndërtimit për objektin parashikonte 2 kate nën tokë dhe 9 kate mbi tokë. Nga kqyrja e objektit në ndërtim ka rezultuar se janë ndërtuar edhe 2 kate shtesë, duke quar godinën në 11 kate mbi tokë. Referuar të dhënave të administruara nga IMT-ja e Bashkisë të Tiranës, janë ndërtuar 2550 metra katror më shumë se sa parashikonte leja e ndërtimit, konkretisht kati 10 dhe I11. Për këtë arsye, më 13 maj, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dorëzoi në Prokurorinë e Tiranës materialet hetimore për 2 punonjës policie të dyshuar për shpërdorim detyre.